Personat në nevojë dhe shtresat e varfëra bëhen pjesë e projektit të ri Këshillim drejt punësimit, i cili afirmon rreth 400 individ që nëpërmjet futjes në tregun e punës të përmirësojnë kushtet e tyre të jetesës dhe të çlirohen nga varfëria. Përfaqësues i Swiss Contact, Matias Jager, u shpreh se ky është një projekt cikël, ndryshe nga të tjerët, jo vetëm me synimin për t'i nxjerrë këta njerëz nga varfëria, por edhe për t'i mbështetur moralisht. The new thing what we are bringing is first of all. Ndryshe nga projektet e tjera, ne punojmë me individët për një proces, jo për 1 apo 2 ditë, por janë rreth 18 muaj. Është një proces i gjatë, i cili shoqëron këto njerëz nga momenti i parë në momentin final. Punësimin që është edhe qëllimi ynë. Ne punojmë edhe me organizata të tjera jo qeveritare, të cilët i trajnojmë për të punuar me këto individ rreth përmirësimit të aftësive të tyre. Përfaqësuesi i shërbimit kombëtar të punësimit, Neshat Zeneli, mbështet këtë nismë për nxitjen e punësimit. Projekti në fjalë, i cili zbatohet nga Swiss Contact, që këshillimit për drejt punësimit për kategoritë në nevojë ose grupet vulnerabël, nuk është gjë tjetër se vetëm një plotësim ose plotësimi i një kuadri i cili do të ndihmojë procesin për të qenë sa më afër personave në nevojë. Projekti zviceran synon që pas këshillimit të 400 individëve, 70% e tyre të kenë përfituar aftësimin për gjetjen në një vend i pune të përshtatshëm. Fazat e këshillimit për këta individ janë stazhe afatshkurtra, kurse profesionale, plotësimi mangësive nga arsimi bazë dhe hartimi disa aftësive për jetën.